Çdo vit në njësinë administrative e Bushat pastrohen rreth 14 kilometër linear kanale kulluese. Përgjegjësi i kullimit në Bashkinë e Vaudejës, Idilavir Moriçi, tregon se puna është përqendruar në zonën e Melgushës, ku po hapen 2 kilometër kanale. Bushati është një nga njësitë më të mëdha, ku ka rreth 6.000 hektar tokë. Dhe këto 5.000 janë fush dhe rreth 1.000 janë kode. Dhe në këta ne për çdo vit, sidomos në sistemin e vaditjes, rreth 40 kilometra pastrohen për çdo vit. Tani kemi filluar në sistemin e kullimit. Sot për sot, ekskavatorat i kena në Hotën dhe në Melgush. Ku i Melgushit janë kanale kryesore të dyta, si ai segment është rreth 2 kilometra ku kullon rreth 60 hektar kodër dhe 50 hektar fush. Moriçi tregon se paralelisht bëhet pastrimi i kanaleve kulluese dhe vaditëse, teksa është gjetur gjuha e përbashkët edhe me fermerët për të kujdesur për kanalet e treta. Kena bashkëpunuar mirë me fermerët, si pjesa e fermerit janë kanalet e treta, si pastrojnë fermerët, kanalet e dyta ku derdhet i treti i pastrojmë ne. Pritet që pas çeljes së kanaleve, tokat të kenë mundësi kullimi duke parandaluar edhe përmbytje të mundshme. Bushati është pjesë e njësive më të mëdha administrative në Vaudejës, ndaj edhe kujdesi ndaj sektorit të kullimit është parësor.